pika e vetme e rendit të ditës që mund të trajtojmë ne si kryesi e re, është thirrja e seancës së re plenare për të votuar ose mos votuar qeverinë e re. I njëjti njeri që don me ta sjellë buxhetin është edhe ministër edhe deputet. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës qartësova që pika e vetme e rendit të ditës që mund të trajtojmë ne si kryesi e re është thirrja e seancës së re plenare për të votuar ose mos votuar qeverinë e re. Çdo gjë tjetër është shkelje e ligjit, është shkelje e kushtetutës. Ne nuk guxojmë të simulojmë normalitet. Kosova nuk është në një situatë normale, sikurse që nuk guxojmë t'ja lejojmë vetës që të miremi me zgjidhje të pjesshme. Kosova është në krizë, ka nevojë për institucione, takimi tek presidentja është nesër, më mirë vonë se kurrë, dhe besojmë që liderët politik aty do të konfirmojnë a ka shumicë të re parlamentare apo do të shkojmë në zgjedhje të reja. Është e qartë që nuk ka shumicë të re parlamentare, nuk kemi nevojë për taktizime. Vendi ka nevojë për institucione dhe është e qartë që ky kuvend nuk po arrin të formojë një shumicë të re. Duhet të shkojmë në zgjedhje e më pas të ballafaqohemi me sfidat e mëdha që i ka qytetari i Republikës së Kosovës. Tash e sa muaj ne flasim për procedura, për formalitete, për emrat të përvetshëm e nuk flasim për hallet e mëdha të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nuk flasim për çmimin e energjisë, nuk flasim për çmimin e shportës bazike, nuk flasim për hallet e bizneseve ndërmarrësve të rinj të cilët po detyrohen të largohen nga Kosova. Flasim kush po bëhet kryetar, kush po bëhet kryeministër, i kujt? I një populli që po varfrohet dhe që po largohet çdo ditë. Kush është pozica në Kosovë? Kush është opozit? Janë dy komisione që i takojnë opozitës. Kush është opozita? Kënd e mbikëqyr ky parlament? Kush është qeveria? I njëjti njeri që don me ta sjellë buxhetin është edhe ministër edhe deputet. Domethënë nuk do të lejojmë që me vetdije të shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës.